Rugova dhe Bruce Konak, sekretari i tij. Në një anë ka qenë Adem Demaci, Qosja dhe Burhan Kavaja. Në anën tjetër ka qenë Agani, Alush Gashi, edhe disa tjerë që tash s'më kujtohen. Dhe me këtë rast, fjala vjen që është mbajt në sallën e madhe të shoqatës shqiptarëve. Mbahet mend që edhe aty ka pas një komunikim krejt pasiv, ato ki rastit që mund tjetë, që jep me kuptu se Qosja e ka ru një farë, le të themi një farë egoizmit vetë, në raport, por gjithër ka qenë një farë pasqyrë, kogja e ashpër, karshi rjedhave dhe veprimeve. Dhe kjo kryesisht ka kulmu pastaj në kohën e bombardimeve, para kësaj ka qenë Rambujeja. Dhe në Rambuje ka pas iniciativa që krejt delegacioni, dhe ju e dini që Bashkia Ndërkombëtare Rambuje ndodhej për shkak se i kishte formuar Partin Politike Bashkimi Demokratik i Kosovës. Por edhe dihet se për shkak gjithëpërfshirjes dhe qëndrueshmërisë politike, Bashkia Ndërkombëtare i pat kap njerëzit me pincet, apo jo. Dhe pat formu grupi që, dhe ky grup ka pas iniciativa për me u bashku një herë edhe me komunikue. Ka qenë Agani dhe Suroje që jënë bashku me disa, Rugova nuk ka shku, as Qosja s'ka shku, por që për publik është pak para Rambujes, kur është caktu para nisjes në Rambuje. Këto publiku shumë pak e din që ka egzistu një takim i Rugovës me profesor Qosjen dhe këto e di se kam shku njëre bile Kur ka qenë këtë takim? Ka qenë shkurt, fillim të shkurtit, dite para të shkurtit, me 6-in njën nisë, në 2-in nëse 3-in. Ku janë takuar? Kam shku e kom marrë Qosjen në shtëpi ti dhe kam qu në rezidencën e Rugovës. Qosja ka pas një kërkes para se me ardhë në takim dhe ka thonën Adnan i thu Rugovës që unë po vi, vjen merën ka qora, por e kom një gjysëm kushti. Ka thonë, kur ti për të lajmi për këte, mës të thuhet që është takue profesor Qosja me kryetarin e Republikës të Kosovës. Ky ka qenë kushti? Mës të thuhet që është takuar, se ka pranuar si kryetar? është takuar, por është takuar kryetari i LDK-s. Kështu ka qenë si kërkes, tash nuk mund të them kusht, sepse këte ma ka komuniku mu, dhe unë ja kom thonë sepse i vetë njeri që ka komuniku, në këtë rast ka qenë. Dhe kom qu të kryetari. A ka pranuar, a ja keni tërguar zotit Rugova, se cila është kërkesa? Ja kom tërgu, por lajmi ka dalë, është edhe në internet për në gjindet, me gjithate është cilësu si ta kemi profesor Qosjes me presidentin e Republikës të Kosovës. Po se mediat nuk pyesin se si dojnë ata të cilësoj njërin dhe tjetër. Po nuk ka pas një reagim rreth kësaj masandej Rugovës. Po atë që mbajnë mend. Po vetëm këtë, pra, si pas përshtypje suaj, nuk e ka pranuar si kryetar të Republikës së Kosovës Qosja Rugova. Lihet me kuptue, sepse Rugova, Qosja i ka, le të themi, ka kritikue lëvizjet ose veprimet e Rugovës, se djetë që para se mu bo kryetari i LDK-s, Rugova ka qenë krijues. Kalimin politik është edhe veprim. Dhe tash në këtë rast, nuk disa lëvizje dhe disa ndërmarrje, le të themi, në përgjithësi asaj strukture që kulmojnë me Rugovën, Qosja nuk i ka pranu se i ka konsideru se improvizime. Dhe dihet, do me thonë, Ibrahim Rugova nuk e ka pranu si president i zgjedhur, për pas si kryetar të Kosovës. Dhe këtu nuk mund të them që nuk ka keq. Kështu kanë udhëtuar edhe në Rambuje, për Qosjen, zoti Rugova s'ka qenë kryetari i Kosovës, ka qenë vetëm kryetari i LDK-s. Po, e vërtet është dhe kjo ka qenë edhe unë shumë herë kanë thonë, delegacioni ose edhe njerëz në grup delegacionit që kanë qenë, që kanë marrë pjesë në zgjedhje kur u zgjedh Rugova kryetari i Kosovës, ata e ndruan dhe e thërshin vetëm Rugovë. Qashtje që është për të kritikuar, dhe me thonë, me një lloj le të themi përbuzi, po me gjithate, kjo është vetëm një detaj, ose kjo nuk ka interferu në përgjithësi rezultate, se duhet me pa edhe rezultate. Konferenca Rambujes është konferenca e parë mas konferencës Londrës, për masa ndërkombëtare, ku shqiptarët kanë qenë një gojë. Para asaj, 5 delegacione kanë qenë Londrë dhe s'kam folë me zveti, apo jo. Kështu që saj për këtë Rambujes, se më stilshohem si te. Vetëm këtë, dhe nga themelimi i LDK-s, kur Rugova u bë kryetar, deri në atë takim, ju po thoni, fare s'ka pasur takime, apo... Takime nuk ka pas situata kur kanë qenë ndonjë promovim. Po takuan njëri tjetrin, pra mund të themi se s'ka pasur asnjëherë as mitësi, as... Se me përgjithësi plot, ose zbutje... Muj me thonë une që s'ka mujt me taku dikush Rugovën, jashta rrugës ka honë. Ose edhe nëse ka taku s'paku e këm kuptue. Jo, s'mbahet me anë një takim e tillë,
por mendoj që me gjitha të këta kanë koegzistu, po edhe kanë bashkëpunu në distancë. Të i qenë të dytë letrarë, le të themi, edhe pse ka pas kundërthanje edhe mu së më takën, tani unë kam qenë një shëptori Rugovës dhe asë Milamis letrare, por si po viteve të fundit jeni marrë dhe si studio si raporteve, se jo vetëm me dëshmi. Regull është, por do me thonë nuk po bona modest për me folë ma letë, por s'po du mi adhonë shumë haptë, sepse për shembull ka pas edhe Nëse del dikush thot janë takuar, unë i kam takuar. Prej 6-7, po, prej